Kjo është fetarizm. Kjo është me kon fetar. Nuk ka fetar me qenë i mirë me krejt dunjon e me i keq me bashortën tënde. Me bo zullum dhe padrejtësi bashortës tënde. Me gjithë me qenë tolerant, me gjithë me qenë i sjellshëm. Fatkeqësisht kjo është një sprovë që shpesh e ndëgjojmë si ankesë, që për disa vëllezër kur ndëgjojmë se çfarë ankesash kanë bashortët e tyre dhe kur ta shikosh atë njerëz se sa i mirë, sa i sjellshëm është me gjithë botën, e ke vështirë të lidhish këtë njerëz me atë sjellje dhe paraqitje që e ka me të tjerët. Të sa i butë është me dunjon, sa arrogant është me bashortën e vet. Sa tolerant është me gjithë botën, sa strikt dhe ekstrem vendimet e vet është me bashortën e vet. Me të vërtetë se ne kuptoj. Sa gjymert është me gjithë dunjon e sa kopracës me bashortën e vet. Një padrejtësi që e gjen momentin ku ai burri me shit veten se është ligj dhe ai do thotë ati zguxon askush cium i bëj edhe e gjen grun ma dop shpinën e vet dhe çat ego të vetën do thotë çat maçollëk të vetën që do me shit do thotë e ka gjetë grun e butë dhe çati e shkel dhe e mbyt kështu me sjellje arrogante shpirtnisht për çdo ditë bashortën e vet. Kjo nuk është islam. Çdo se mund me qenë islam nuk është. Besimtari i mirë është i mirë edhe me bashortën e vet. Është i sjellshëm edhe me bashortën e vet. Madje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë më i miri është ai i cili është më i miri me bashortën e vet. Ka njerëz gjithë dunjon si bëjnë mirë, vetë bashortës së vet si bën mirë. Gjithë i respekton veç atë se respekton. Gjithë i çet në darkë atë kurse çet në darkë. Me gjithë sjellët mirë, ma sjellët keq. I mirë në adhurimin në raport me Allahun azza xal, fal namaz, agjeron, jep sadaka, është i butë, është i sjellshëm, i moralshëm, gjithë në shpirt vet luan. Palestinën e përmendën sto patke. Kretë dunjoja e dhimet bashortë e vetë si dhimet. Kjo është keq kuptimi i fesë. Dhe islami nuk është kjo që ky njeri e ban. Shumë hadith i mirë. Më i miri për jush është ai cili është më i mirë me bashortën e vet. Këtë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ka verifiku ka thonë, edhe unë jam më i miri me bashortën time. Me tregu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahas që ka qenë pejgamberi më i mirë, vula e pejgamberisë, përsëri është mundu me qenën më i mirë në sjellje me bashortën e vet. Dëgjoni ju feministët që i keni do emisionin nëpër Kosovë, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri muslimani më i mirë është ai i cili sillet mirë me bashortën e vet. Dhe maksimumin e respektit tënd e meriton kjo bashorte, pastaj e meritojnë të tjerit. Fatkeqësisht bota dhe na muslimanët dhe në përgjithësi në vendet tona, gjithë kanë përparësi në fund vije në radhë bashortje. Dhe kjo është shumë një gjë tragjike dhe e llogarisim turp me thonë falni vllazni shok, dostar, miq, koleg, së visonte se du të me dalë me bashort. Kjo është edhe një gabim që e llogarisin njerëzit turp me thonë se son vi me juve se kam obligime ndaj bashortës time, ajo ka nevojë, unë të jem afër saj. Ta çoj apo të shkoj dikon tjetër. Domethënë kush shkruan se kam përparësi shokët para bashortës.